Ushtarët e vegjël janë rreshtuar krah të mëdhenjve. Ekota të fundit që kanë një mend mbrojtjen e vendit nuk bëjnë asnjë veprim pa ju ardhur komandantja supreme. Parakalimi i presidentës Vjosa Osmani hap edhe zyrtarisht fillimin e shënimit të 28 vjetorit të epopesë së UÇK-s. Krejt që ardhen për këtë krimt e presin në këmbë Osmanin, përfshirë kryeministrin Albin Kurti, të cilin kjo e përshëndet me dhënie dore. Dytë bashk të shoqëruar edhe nga Rifate Bashkim Jashari e edhe kryeparlamentari Albulena Haxhiu, nisën për të nderuar dëshmorët e kombit. Deri te memoriali për ta nuk e ndrojnë asnjë fjalë mes vete. Veç Vjosa Osmani e Rifat Jashari, po. I vetmi veprimi për bashkët i këtyre ishte përshëndetja që u bënin fëmijëve entuziast. Këta edhe i dëgjuan me kujdes fjalët e Osmanit që i tha për ushtrinë trashëguese të UÇK-s. E trajnuar sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, e pajisur me kapacitete moderne dhe me trupa të përgatitura profesionalisht, FSK-ja sot është e gatshme për çdo sfidë. FSK-ja jo vetëm që është e aftë ta mbrojë atë dheun në çdo kohë, por është gjithashtu e përgatitur kontribuojë edhe në misione ndërkombëtare të paqes së sigurisë globale. Komandanti të ushtrisë e edhe krejt sakrificës së familjes së tij lavde i thuri kryeministri Albin Kurti. Në luftime e sipër, njëri nga të rrethuarit arriti të shpëtonte mrekullisht nga i rrethim i hekurt i vendosur prej policëve dhe ushtarëve serb. Emri i tij ishte Bashkim Jashari, atë kohë 20 vjeçar, kurse sot komandant i Forcës së Sigurisë Kosovës. Përveç këtyre fjalëve që i thanë në skenë, të tjera nuk deshën të shtojnë. As kur u pyetën për pozitën më kryesore të shtetit, që të njëjtën në mesnat duhet të ketë shef të ri ose t'i vazhdohet kësaj aktuales. Që ju kam informu sot është epopeja UÇK-s të nderim të epopesë, ju kisha lutë që gjithë të keni mirë kuptim. Megjithatë, kjo foli edhe tema të tjera, vetëse me fëmijët që erdhën për festë në kazermën Adem Jashari.